dhe marrin guximin e në gjykimin tim guximin e një të marri për me të thonë me Serbin, me Vučićin, Kjo nuk më vret ma atë shumë mu, sa i ka vra printe mi, e vret nënën ende. Kjo është 2 herë vrasje. Kjo 2 herë, ose më shumë e rrit dhimbjen apo e shumë fishon atë. Nga njëherë nuk di as si me reagu, as si me i pranu, ta zom komentet e njerëzve të ndryshëm edhe tani, që ose nuk e kanë përjetu luftën pare, ose të tillë që edhe kanë lind pas luftës se nuk e din çfarë është, ose e kanë harruar, sepse në vetë dhe familjet e ngushta nuk kanë pas humbje dhe kanë të lehtë sot të gjykojnë, natyrisht pa asnjë lloj të drejte, sidomos neve që kemi vazhduar misionin, se unë e quaj mision angazhimin për interes të publikut, dhe marrin guximin e në gjykimin tim guximin e një të marri, për me të thonë me Serbin, me Vučićin, me lloj etiketime. Kjo nuk më vret ma atë shumë mu, sa i ka vra printe mi, e vret nënën ende, e ka vra shumë babën tem. Dhe nga njëherë, edhe shumë shpesh, dhe më thonë jo rrallë, e kam pyet veten a ja vlen, që unë të angazhohem për interes të publikut, për interes të vendit, kur njerëzit le që nuk e vlerësojnë, nuk pres që gjithë ta vlerësojnë atë, nuk pres që gjithë të pajtohen, natyrisht, për këtë jemi mundu, për këtë ka shku dhe vlla jem, që ne të mund të kemi mendimet ndryshme, që ne të mund të kritikojmë njëri tjetrit, por kur shajnë në gjuhën më banale të mundshëm, e sidomos kur akuzojnë duke thënë ju jeni të shitur, ju jeni me Serbinë, me Rusinë, me Vučićin, kjo është 2 herë vrasje. Kjo 2 herë, ose më shumë e rrit dhimbjen apo e shumë fishon atë. Dhe pra po tham, jo për mua, sa për prindrit e mi, sepse ata fëmijë kanë mu, fëmijë kanë pas edhe vllajën tim, Hysenin, kështu që si munden prindrit ti përjetojnë 2 gjykime, derisa për vllaun thurin lavde, lavdi e kështu me radhë, mua më gjykojnë, pra po tham, nuk di mos qofsha në lëkurën e tyre, kaq mund të them.